ka një bluzë të kuqe, kush është vajza është 5 vjeçare, ta tërgojë të kampi i lojrave. Kampi i lojrave është para piramidës në bulevardin të Shport e Kombit. Ju lutem, është një vajzë, u gjet faleminderit. Bravo! Motra dhe vlezër, kam një thirrje për gjithë ne, për skeptikët që thonë kjo protest ka përçarje e tjerë. Për herë të parë në 124 vite ka ndodhur që këto të ashtu quajtura dele nga kryeministri dhe shteti sot janë bë ujshër! Për herë të parë në historinë e shqiptarisë ka 124 vjet, populli ka rrezu oligarkin me 20 miliardë euro. Për herë të parë, populli që bëhet nga njerëz kamarierë, punëtor, mësues, intelektual, njerëz thjesht, ka rrezu mekanizmin e shtetit me 220.000 punëtor. A dini pse ndodh kjo?